Unë nuk ndihmoj gruan time, unë jam partneri i saj. Sot dua të ndaj diçka që shumë njerëz mund ta kuptojnë gabim. Kur them, unë nuk ndihmoj gruan time me punët e shtëpisë. Duket e çuditshme, apo jo? Por le të shpjegoj pse kjo nuk do të thot atë që po mendoni. Të martën e kaluar, një mik erdhi për një kafe. Ne po rrinin në kuzhinë dhe po flisnim për jetën. Pa pritmas, unë u ngrita dhe thash, më fal, po laj këto enë. Kthehem menjëherë. Ai më shikoi me një kombinim habie dhe adhurimi. Do të mendonit se po tregoja se po bëja një operacion të hapur zemre. Ai tha, hej shok, jam i lumtur që ti ndihmon gruan tënde kështu. Unë provova, një herë ta ndihmoj, lava gjithë dyshemen, dhe gruaja ime nuk më falenderoi fare. Nuk pati asnjë faleminderit. Pra ndalova së bëri punë. Nëse ajo nuk e vlerëson, pse të mundohem? Atëherë vendosa t'i them diçka, unë nuk ndihmoj gruan time. Ai u shtang. Nuk po e kuptonte. Unë nuk e ndihmoj gruan time të pastroj shtëpinë, vazhdova, sepse unë jetoj në këtë shtëpi gjithashtu, dhe është përgjegjësia ime të mbaj shtëpinë të pastër. Nuk e ndihmoj të gatuaj ushqim. Sepse unë gjithashtu ha ato vakte. Nuk e ndihmoj me enët, sepse i përdor ato dhe nuk pastrohen vetë. Nuk e ndihmoj me fëmijët, sepse ata janë fëmijët e mi gjithashtu dhe të jesh baba nuk është ndihmë, është përgjegjësi. Ai heshti. Unë nuk e ndihmoj me rrobat, sepse i vesh ato. Nuk e ndihmoj të rregulloj shtratin, sepse unë fle aty. Nuk e ndihmoj me asgjë, sepse mund të ndihmosh dik vetëm me punën e tij. Kjo nuk është puna e saj. Është puna jon. Ajo nuk ka nevojë për ndihmë. Ajo ka nevojë për një partner. Dhe më pas shtova dhe për atë falënderimin që kërkoje. Kur ishte hera e fundit që falenderove vërtet gruan tënde? Jo një faleminderit të shpejt ndërsa merr ushqimin, por një falënderim të vërtetë. Zemër, je e mrekullueshme. Faleminderit për gjithçka që bën. Kur e bëre këtë për herë të fundit, ai shikoi kafen e tij dhe tha, nuk mendoj se e kam bërë ndonjëherë. E saktë. Sepse fjalë të tilla, si ndihmoj, i vendosin punët e shtëpisë dhe fëmijët tek gratë, sikur ata janë detyrë e tyre. Dhe kur burrat bëjnë diçka, duket se po bëjnë diçka ekstra, por nuk ka asgjë ekstra në të pastruar një vend ku jeton, në të gatuar për veten tënde, apo në të rritur fëmijët që ke sjell në botë. Kjo është jeta e përditshme. Kjo është bashkëjetesa. Kjo është partneriteti i vërtetë. Mos thuaj ndihmoj, thuaj bashkëpunoj, vlerëso punën e saj, shiko atë që bën, falënderimi vjen i pari. Dhe pastaj mund të kuptosh pse pritja për duartrokitje për një detyrë të vogël është e çuditshme. Partneriteti nuk është heroizëm. Nuk është diçka për t'u lavdëruar. Është thjesht jeta bashkëjetuese. A do të jesh partneri që ajo meriton, apo do të presësh duartrokitje për një enë të larë, po ju i ndihmoni njëri tjetrit në punët e shtëpisë apo bashkëpunoni? Shkruani komentin tuaj.